Në 2 vitet e fundit, tregu I bimëve medicinale ka pësuar ndryshime. Sherebele nuk po preferohet më nga fermerët për shkak të mospërputhjes kërkesë ofertë. Sherif Braja, përgjegjësi I Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Shkodër, tregon se kjo bimë nuk po kultivohet si më përpara nga fermerët. Ka 2 vite që sherbela nga një kulturë intensive, nga një kulturë me sipërfaqe të pëlqyeshme, me sipërfaqe të madhe, ka 2 vite që mospërputhja e ofertës me kërkesën ka bërë që çmimi t'i afrohet kostos. Me fjalë, interesi I fermerëve të marrësisë së madhe për këtë kulturë ka rënë ndjeshëm. Fermerët tashmë po kultivojnë bimë të tjera medicinale. Fermerët e marrësisë së madhe po drejtohen në kultura alternative, në mankrin, në trumzën dhe në lavandën, të cilat kanë pas çmime konkurruese, edhe që është ekonomia tregu që I drejton fermerët drejt këtyre kulturave. Ndërkohë, zgjidhje për këtë problematikë është krijimi I shoqatave apo grupeve të fermerëve, tregon eksperti. Zgjidhja e vetme, them për fermerët e marrësisë së madhe, po jo edhe për marrësinë e madhe, po për gjithë Shqipërinë, është bashkimi I fermerëve në shoqata, në grupe fermerësh, që të jenë më të fuqishëm, ta kenë zënën më të fortë për të lidhur kontrata, për të minimizuar lëvizjen e çmimeve që bëhet, që është një lëvizje jo objektive, po subjektive. Duke qenë në grup fermerët e marrësisë së madhe, në këtë kulturë flasim, ata dominojnë, zëri I tyre dominon në tregun e brendshëm dhe të jashtëm, sigurojnë kontrata efektive dhe afatgjata, të cilat mund të zbusin këtë lohatje. Bimët medicinale kultivohen kryesisht në territorin e bashkisë Malësie e Madhe, aty ku toka është më e favorshme. Në këtë bashki janë afro 4500 hektar tokë të kultivuara me bimë medicinale të ndryshme.